xheneti nuk ka çmim. Xheneti nuk blehet. Përjetësia nuk ka çmim. Ajo nuk është vetëm përjetësi, pa ajo është përjetësi me mrekulli, me bekime, domethënë vetëm e menu që do të jesh përjetësisht, në një moshë që s'ndryshon kurrë, 2, me mirësi dhe begati të cilat vazhdimisht morin formë tjetër, ngjyrë tjetër, shije tjetër. Minimumi është sa 50 mbretërit më të fuqishëm të kësaj bote. Dhe minimumi i shpërblimit është njëri ka, tha, 2 xhenete, floriri dhe çfarë kanë to, me të gjitha detajet, dhe 2 xhenete argjend gjithçka dhe çfarë kanë to, me të gjitha detajet argjend. Tani llogarit ti se çfarë mund të jetë, mos fol pastaj për shtëpitë e xhenetlive, mos fol pastaj për çadrat e xhenetlive, mos fol pastaj për suritat e xhenetlive, mos fol pastaj për kështjellat e xhenetlive, mos fol pastaj për lumet e xhenetlive, mos fol pastaj për pemet e xhenetlive, mos fol pastaj për kënaqësitë e xhenetlive, etj që janë pafund. Shpërblimi i tyre xhezaum inda rabbihim jannatu adn. Edhe Zoti këtu jep 2 detaje të vogla. Tajrimin tahtiha al-anhar. Poshtë tyre, pra poshtë pallateve, poshtë këmbëve tyre, rrjedhin lumej. E ke parasysh çfarë kënaqësie ka njeriu ta ketë lumin poshtë, ta shohë nga lart lumin? Xhenetlit kështu do të jenë me lumejt. Do i kenë lumejt nën urdhrat e tyre. Pra, si thot një transmetim, thot xhenetliu e urdhënon lumin të eci si të dojë ai. Dhe lumejt e xhenetit nuk kanë çfarë? Shtrat. Lumet e xhenetit nuk kanë shtrat. Pse shtrati çfarë bën? Gryn. Dhe në momentin që njeriu sheh gryrjen, i futet sikleti se mos po merr dheun, ç'a do të bëj? Ja, ujë ecën pa shtrat. Po si ka mundsi xhenet pra burri dheun? A'dadtu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kam përgatitur për të dashmit e mi, atë që sytë se kanë parë kur, çdo që të shohësh ti në këtë botë, xhenet është gjë tjetër. Atë që veshët se kanë dëgjuar, sado që të flitet për xhenetin, është gjë tjetër, kur ta jetosh atë, dhe atë që mendjet njerëzore se kanë imagjinuar. Pra, sado që të mundohet njeriu të japë një përshkrim, pra është kot, apo ta bëj piktuar se ti thot inteligjenca artificiale, po të jap këto ajete kuranore, dhe po të jap këto hadithe të pejgamberit që flasin për xhenetin, ma përshkruaj pak me film ose me fotografi. Sepse është brenda asaj që është imagjinat njerëzore dhe ajo lun me informacionet që ka. Ndërsa ajo është jashtë asaj që mund të imagjinohet.